Përshëndetje të gjithëve, sonte kemi ardhur tek Kinema Millennium për premierën e filmit Dilema e Ismailit. Do të zbulojmë më shumë rreth historisë së filmit, mesazhit të fortë që ai përcjell, por edhe për prapaskenat e xhirimit. Vlerat edhe forcën e gruas shqiptare. Filmi ka pasur sukses të konsiderueshëm nëpër botë. Fillimisht urime dhe suksese për filmin, vërtet një metrazh i shkurtër, por që shkaktoi shumë emocione. Si u përfshit në këtë film? Si lindi ideja? Ideja ka lindur gjatë viteve, se nuk ishte një ide me njerë, por gjatë viteve, kryesisht për faktin se kohët të fundit filluan ta keq përdornin besën, se thuash, grupe të ndryshme, të feve të ndryshme, edhe mendova që kjo besa si nacion nuk ka të bëjë fare me asnjë lloj feje, me asnjë lloj tradite tjetër, kështu që vendosa tash duhet bëjmë diçka që të tregoj që është diçka shqiptare dhe nuk i takon asnjë lloj feje apo asnjë lloj doktrine, si thua. Cili është mesazhi që do donit të kuptonte publiku nga ky film? Vlerat e shqiptarëve, domethënë se fatkeqësisht atë që e kishim kaq të shenjtë deri në vitet e fundit, po zakonisht duket sikur po shuhet, duket sikur po hikën, po dizohet, si thon, po shkrihet. Edhe është një fatkeqësi kulturore, edhe është një fatkeqësi nacionale kombëtare, si thua, pasi kjo është diçka që jo vetëm është një vlerë, po është një vlerë që në rastin konkret ka shpëtuar jetë njerëzish. Pra, nëse do mundemi që brezi i ri të fillojë ta kuptoj më mirë, më thellë esencën edhe atë kuptimin e plotë të fjalës besë, do të ishte një arritje që shpresoj. Çfarë sjell ndryshe në kineman shqiptare ky film? Pse është kaq e rëndësishme kjo histori për kineman shqiptare? Nuk e di se si do renditet në historinë e kinematografisë shqiptare, po mendoj që kemi bërë një film që e ndjejmë të gjithë, si unë, si casti, si postproduksioni, të gjithë të involved. Është se si do radhitet, është diçka tjetër që do t'ja lëmë historisë, kupton? Kështu që ne vëmë punën tonë, detyrën tonë. Kishit diçka sfiduese në prapaskenë gjatë xhirimeve, duke marrë parasysh që u kthyet edhe shumë vite pas? Po, shumë sfida, kryesisht sfidat kryesore vijnë nga ana financiare, pasi nuk arritëm të gjetim mbështetjen e duhur ose financat e duhura që ta bënim diçka më të madhe, ose diçka edhe më të gjatë, një film më të gjatë. Kështu që u bazuam në mundësitë tona personale, duke folur me aktorët, me ekipin, duke shpjeguar situatën financiare në mënyrë që ata të punonin me pak, po jo, kupton se natyrisht që ka emra shumë të njohur që kanë honorarin e tyre, po fatmirësisht në këtë projekt pranon të punonin me çfarë kishim ne mundësitë. Faleminderit dhe sukses. Gjithashtu dhe faleminderit. Delinda, mirë se të gjejmë, urime për këtë film, na përshkruaj pak rolin tënd.
Kam rolin e shkurtës, jam e vetmja femër, e vetmja grua në film. Një personazh, një rol shumë i rëndësishëm, shumë kyç për sa i përket dilemës së Ismailit dhe tregon forcën e femrës shqiptare dhe shtytjen që i bën ajo bashkëshortit për ta ruajtur besën këtë institucion, këtë vlerë të madhe që ne kemi të gjithë shqiptarët. Si u përfshive në këtë film, në këtë cast aktorësh? Ka qenë një film që është bërë me audicion dhe audicionet ka qenë real, shkova, bëra kinoprova dhe e fitova. Dhe si u ndjeve, siç e përmend edhe vetë, vetmja grua në këtë film? Unë ndjeva shumë mirë edhe që xhirimet pavarësisht për shkak të kohës, se filmi është xhiruar në 2019-ën, ka qenë shumë ftohtë, por i gjithë kasti aktorëve e ka përballuar jashtëzakonisht mirë edhe përtej vështirësive të motit teknike që mund të kishim. Ne e pëlqyem shumë, na shkaktoi shumë emocione. Çfarë mendon se do të marrë publiku nga ky film? Përveç filmit artistik, mesazhet e fortë, temës, goditjes që ka filmi edhe dramës së madhe, ajo që do ngelet është besa, ky institucion kaq i madh dhe me vlera që kemi ne, por gjithashtu edhe mesazhi që shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Faleminderit juve. Genti urime për rolin, ishe në rolin e antagonistit. Si u ndjeve? Sigurisht, bësh roli e antagonistës, unë kam pas gjithmonë parasysh gjithë oficerët gjermanë që kanë luajtur, që janë interpretuar nga aktorë shumë të mirë tanët, po flasim që nga Jens Schlaku apo Lazi Sërbo apo Bexhet Nelku, aktorë të kalibri që kur të bien kështu personazhesh që janë të sa të vështirë, po aq edhe në momentin kur ti arrin të futesh brenda botës së një personazh të tillë, arrin kuptosh se sa vlerë ka aktrimi. Ndërkohë, duhet të flisje shqip si gjuhë të huaj dhe gjermanishtën si gjuhën tënde. A solli kjo një vështirësi për ty? Solli vështirësi 2 javët e para që unë kam punu me një zysh gjermanishte, sepse duhet flisja bavarezën e vjetër, jo gjuhën gjermane që flitet sot, se po flasim për vitet 44. Dhe kur mbarova mësimin me të, ajo më tha, duke sikur ke 2 vjet që flet gjermanisht, sikur ke mësuar gjermanishten. Që ka qenë e vështirë kjo pjesa e të thënit monologut, po flasim gjermanisht, se shqip, duke qenë vetë shqiptar, nuk është se kishte ndonjë problem se si mund ta interpretoja në shqip. Pjesa tjetër pastaj ka qenë se duke qenë se personazhi ishte mjek vet, edhe ai aty e ka gjithë hallin sepse i ka vdekur një fëmijë dhe ka qenë doktori hebre. Aty ka jep dhe më tepër inat. Dhe kur shkojmë te dy që janë të shkëmbyer, prifti me dhe unë kam folur me regjisorin, me Dimitrin, dhe i thash, ore ky është mjek, thash, dyshon. Thash pse mos i flasi latinisht? Sepse një gjë që nëse ky është hebre, nuk do të di latinisht, ta thot tamam, po flasim meshën e ose do di, po nuk e thot mirë. E kjo ka qenë që në një skenë kanë interpretuar në 3 gjuhë, të latinisht, gjermanisht edhe shqip. Dhe kjo ka qenë një gjë e vështirë, por duke pas gjithmonë aktorë si Ben Barektare, Ransoli, Mediu, ti ndjesh në një kast aktorës, ndjesh ka dhe një bashkëpunim që bëjmë i të gjithë një, se filmi është si familje. Edhe nuk ka rëndësi pasaj që je personazh negativ apo pozitiv. Dhe në një kohë ku po shohim edhe më shumë tema aktuale, komerciale, moderne, vjen një film krejtësisht ndryshe, na kthen shumë pas në kohë dhe me një mesazh shumë të fortë. Çfarë do doje që të kuptonin më shumë njerëzit nga ky film? Që jo, unë jam shumë i kënaqur që publiku është kthyer në kinema dhe po shohim, dhe për mua nuk ka rëndësi nëse janë filma komercial, po flasim, po sjellin publik. Dhe kjo do fillojë dhe do krijojnë shije të ndryshme, sepse njerëzit do duan, përdesa frekuentojnë kineman, do duan edhe filma të tillë, edhe me aktor, po flasim, filma me aktor. Është bërë çike modës që mjaft që ti je personazh TikToku dhe ti mund të lush film. Por nuk është gjë negative, është pozitive, sepse plus që edhe vetë qeveria po investon në 12 kinema në gjithë Shqipërinë, kështu që
Mirasime i duan dhe falenderimet Ministrisë Kulturës që po investohet për kineman. Dhe pa diskutim është një iniciativë shumë e mirë. Edhe politika që po ndiqen në qendër të filmit sot nga kryetari Jonid Gjorgji janë politika shumë të mira për kineman, kështu që shpresojmë që të vihet publiku në kinema dhe të bëhen edhe filma akoma më të mirë. Kur vjen puna për gjëra të jashtëzakonshme, ka vetëm dy rrugë njeriu, të mirën dhe të keqen. Dhe besa sigurisht është tamam një pasaport kombëtare jone me cilën ne që jetojmë andej se juve këtu si thush e keni është një gjë normale, këtu nuk është shumë e evidentuar, po ajo që shohin që ne prezantohemi jashtë Shqipërisë si shqiptar, kemi këtë gjë që është unike dhe për këtë me thënë drejtën i thash Dimitrit që kjo gjëja do bëhet, sepse kishte vështirësitë e veta, filmi do të bëj, Dimitri do të agjeronte diku në Maqedoni. Dhe më kishte dhënë rolin, po nuk po piqeshin kushtet për të bërë dhe i thash filmi do të bëhet në Shqipëni dhe do të realizojmë në Shqipëni. Dhe për fatin e madh pastaj, për fat edhe si një detyrim për me thonë fjalën tonë si artist, që artisti duhet t'i thot gjërat e veta jo në për demonstrata, jo në për show, si thush në ambjente publike, por duhet t'i thot me artin e vetë. Dhe jam shumë i lumtur, sepse sigurisht premiera shqiptare nuk është bo, filmi është bo ka rreth 7 vjet, ka qenë në për 30 festivale, ka marrë çmime shumë të rëndësishme, një nga cilat ka qenë festivalit në Karmartën May, që është në Wales, që është pjesë e kategorisë A, çmimeve BAFTA. Duke qenë se ishit edhe bashkëproducent, edhe pse një film me metrazh të shkurtër, a kishit sfida, probleme gjatë xhirimeve? Shumë sfida, po i kemi marrë me të qeshur, siç është natyra ime, që do më thëmë përpiqem të gjeje të mirën dhe nga ajo e keqja, po kemi pas sfida të jashtëzakonshme, për shembull na është dash mua, më është dashur që të bredh në përgjith terrenin shqiptar të rrethin e Tiranës, si thush, në gjithë malet që nga Shënmëria deri në Baldush, për me gjetë atë shtëpinë e dur, atë nevojën që kishte skenari për ta dhënë atë shtëpinë vetmuar, sepse kishin shtëpia në fshatra dhe gjë. Mund të them për ditën e fundit të xhirimit, për shembull, Dimitri Thiu Komën. Na ra kamera, na ra si thush kameramani, me gjithë shpëtoi vetëm kamera dhe ran të gjithë nga makina. Si thush në momentin e fundit që ishte dubli i fundit dhe me Gentin na ndodhin këto gjëra zakonisht. Dhe ishte fati madh, po unë i thash që filmi do eci shumë mirë sepse ti ke thy Komën në xhirim, kishim njerëz me eksperiencë, që kjo është pastaj diferenca që arrita të gjej personat e dur që e bëjnë më mirë këtë punë, pa qenë sigurisht me eksperiencë, por edhe me një dëshirë ndaj asaj që duhet me përcjell. Pra ishte energjia e gjithë stafit, e gjithë produksionit, e cila sepse po nxirrim diçka që nuk është bërë. Deri më sot kinemaja shqiptare ka bë Kinostudio Shqipëria e Re, deri tani të gjithë kanë bërë filma dhe vazhdojnë e bëjnë. Po për një gjë të tillë që është kaq e ndjeshme për ne dhe që është një vlerë e vërtet, kur kush nuk mendon. Dhe unë shpresoj shumë që ne të arrijmë të dalim që këtë film të bëjmë gjatë, sepse sigurisht filmi i shkurtër është një lloj ekstrakti, është një poezi, po themi, e kodit e besës. Dhe meriton, mendoj shumë që nëse do gjejmë bashkëpunëtor të dur, të zgjerohet dhe pse jo të shkojë për Oscar, sepse është një vlerë.